Përshëndetje shpirtra Nevolin. Në vitin 2026 sa po ka filluar, vendosa të bëj një seri videosh që të flasim për marrëdhëniet. Marrëdhëniet me bashkëshortët, partnerët janë më të rëndësishme, me prindët, me motrat, vëllezërit dhe të gjitha marrëdhëniet. Pse vendosa të bëj këto video? Sepse ditë për ditë me njerëzit që flasë dhe ndërmjet terapive, seancave personale, akoma dhe në grupe, ndjej më tepër gratë që janë të heshtura dhe mbajnë zemërim, mbajnë ngarkesë, mbajnë emocionet të bllokuara, vetëm të mbajnë ekuilibrin në familjen e tyre. Por zgjidhja nuk është kjo. Zgjidhja është kur flasim me sinqeritet dhe shprehjet çdo person, je femër apo mashkull, ato që të shqetësojnë dhe të qëndrosh nga dashuria dhe jo nga frika. Po i bëj këto video për të ardhur më afër me ju, që më flisni me të gjithë njerëzit dhe ju që nuk flisni, që i bëni gjërat sikur nuk i shikoni, po mbani mlef e mërzi nga brenda, sepse nuk mund të flisni. Kjo seri e videove nuk është për të faqësuar, nuk është që të jap këshilla të thjeshta, është një seri për një kuptim dhe për vetëdije të plotë, për zgjimin e çdo individi, dhe kur zgjohet çdo individ dhe punon me veten, zgjohet dhe kolektivi. Dhe siç e keni dëgjuar, dhe nëse se keni dëgjuar, dëgjoheni deri në fund videon çfarë parashikimi është për 2026 për Shqipërinë dhe shqiptarët, gjithashtu dhe për Kosovën dhe kosovarët. Ju drejtojmë të gjithëve ju. Këto video i drejtoj drejt grave dhe burrave që japin më shumë dhe nuk marrin. Për të gjithë ju që dashuroni dhe ngatroni dashurinë me dhimbjen. Për të gjithë ju që jepni dhe përpiqeni shumë dhe përsëriten të njëjtat modele, për gjithmonë të njëjtat e të njëjtat. Në videot, siç e keni parë dhe do vazhdoj të flas me sinqeritet, me të vërtet dhe shumë herë dhe me shembujt e jetës time. Dhe do sqaroj pse duham ne, unë, ti, gjithë njerëzit kështu si duam, dhe pse nuk kemi forcë të dalim nga këto modele të përsëritura. Por në të njëjtën kohë dhe si mund të dalim nga këto, sepse siç e them gjithmonë, çdo gjë ka zgjidhje, por zgjidhja vjen kur ti je gati të bësh diçka ndryshe. Nëse këto fjalë që i dëgjon të bëjnë klik në zemrën tënde, në shpirtin tënde, qëndro këtu dhe më ndiq këtu në TikTok, në Facebook, në Instagram, në Telegram, më shkruaj në Viber, mund të më gjesh kudo, në WhatsApp, më ndiq në YouTube, komento në çfarë gjendje je ti dhe çfarë donje të ndryshonje për 2026-ën. Dhe në shpirtin tënd, je i pranuar ti burrë që nuk flet dhe mban agresivitet, sepse kështu të thanë që burri nuk qanë, burri është i fortë. Je i pranuar dhe i dëgjuar, i shikuar, dhe ti grua që heshte dhe mbajte shumë, që e fajsove veten, që e le veten të fundit për të mbajtur shtëpinë, për të mbajtur familjen, për sytë e botës, por erdhi koha që ne të bëjmë diçka ndryshe. Dhe të gjithë së bashku mundemi. Mos e fajso veten, nuk e bëra asgjë gabim. Puna është mos abuzo tani që ta lejosh të njëjtën gjendje të përsëritet, por ktheu tek vetja. Dhe jam këtu të të ndihmoj në individ dhe në terapi me grupe që të bësh ndryshimin, por vendimin do ta marrësh ti. Ju dua shumë dhe ju përshëndes, dhe zgjidhja mund të bëhet kudo që je në tër botën,
sepse terapitë personale bëhen tani ndërmjet online, internetit, me një telefon të kesh, dhe gjithashtu dhe terapitë në grupe ndërmjet Zoomit mund t'i bësh kudo që t'jesh. Për terapi në grupe nga afër, në Tiranë, në Kosovë dhe kudo që jeni, o shqiptar, në Itali, në Amerikë, në Zvicër, kudo që t'jeni, jam e gatshme që të vi. Terapitë e ndryshme, metodat e ndryshme që përdor mund të të ndihmoj të dalësh nga aty ku je. Dhe energjia e çdo viti do jetë akoma më e fortë, sepse kemi ardhur si shpirta të mëdhenj të bëjmë ndryshimin ton dhe ndryshimin e tokës. Dhe të gjithë së bashku mund ta bëjmë. Dhe ne shqiptarët, mos harroni, dhe kosovarët, kemi një mision shumë të madh dhe të shpërndajmë dritën, por drita do shpërndahet kur ne të lirojmë errësirën. Dhe errësira fillon të lirojmë errësirën tonë, ta pranojmë gjithçka që na ndodh, të lirohemi nga frikrat dhe të flasim hapur. Dhe ajo do bëj shkëlqimin e të gjithë kombit tonë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ju dua shumë dhe ju falenderoj dhe jam këtu në shërbimin tuaj kur ju t'jeni gati të kërkoni ndihmë. Unë nuk jam më ajo shpëtimtarja që kam qenë deri tani, sepse dhe unë isha aty ku je ti dhe me shumë punë në vetveten time arrita të bëj kufi dhe të falenderoj dhe të mbroj energjinë time, dritën time dhe mos e jap më në njerëz që e shpërdorojnë, por në njerëz që do ta çmojnë dhe njerëz që duan vërtet të ndryshojnë. Ashtu si kanë ndryshuar shumë njerëz që kanë punuar me mua, por si gjithmonë ne shqiptarët nuk na pëlqen të dalim të flasim që kemi punuar dhe kemi ndryshuar, sepse kemi frikë, sepse këto që punojmë janë kundër me ato që kemi bërë deri tani, do na quajnë të çmendur, do na quajnë me të meta psikologjike, nëse themi punojmë me veten. Por nuk e dini akoma, o shpirtra të bukur, që puna me veten është më e bukura, më e mira, vetëm atëherë do qëndrosh në qetësi dhe në lumturi. Dhe këtë e them nga përvoja ime. Ju dua shumë, ju përshëndes kudo që jeni në tërë botën dhe ju uroj të kemi një vit të bukur. Më ndiqni, shpërndajni këto video në miq, akoma dhe në ata që si doni, sepse dhe ata që si duam, kujtojmë se si duam, por jemi një, dhe ata janë pasqyra jonë dhe janë mësimi jonë. Mund të merrni mësimin dhe t'i lironi. Për gjithçka jam këtu. Por që të marrësh informacione, duhet të bësh dhe përpjekje. Ju falenderoj, komentoni, shtypni zemrën këtu në TikTok, më shkruani që të vazhdoj dhe unë të kem kurajo të bëj dhe këto video, sepse dhe unë harxoj kohën time, energjinë time që të shpërndaj këto video. Ju dua shumë.